Edhe këtë të premte, gjyqi parapraki dosjes Partizani që kanë gjetur shumë diskutime, nuk ka përfunduar me shpadhjen e vendimit. Avokatët dhe prokurorët kanë thënë fjalën e fundit para gjyqtares paraprake, duke theksuar kundërshtinë e tyre ndaj akt ekspertimeve të realizuara nga Byroja Kombëtare e Hetimeve dhe jo nga ekspertë të licencuar. Palambrojtësit pandeurve ka kërkuar shpadhjen e pafajësisë dhe anullimin e akteve hetimore, ndërsa prokurorët e dosjes kanë mbrojtur vlefshmërinë e të gjitha hetimeve të kryera. Në këtë seancë vetëm shoqëria Kontakt kërkoi që të ndahej nga të tjerët për të trajtuar çështjen e saj veçmas. Të pandehurit e tjerë, përfshirësh kryeministrin Berisha dhe dhëndrin e tij Fatmir Bektashi, kërkuan që të shpallet pafajësia dhe se aktet e kryera të jenë të pavlefshme, duke kërkuar që çështja të pushonte. 23 prill ishte data që unë mendoj që do të përfundojë seanca paraprake. Pastaj gjykata unë besoj edhe shpresoj të marrë kohën e saj për të dhënë një vendim, sepse ju besoj nuk mund të kundërshtoni faktin që sepse ju gjithmonë e çoni te skupi edhe te kjo pjesa e 11 majit ky. Të muaj seancë paraprake edhe të jepet vendimi për 5 minuta, mua nuk më duket serioze dhe pa le pastaj të jetë profesionale. Gjithashtu, u diskutua për miratimin e akteve nënligjore që kanë lejuar shndrimin e destinacionit të tokës, duke e zëvendësuar Sport Klub Partizani me ndërtimin e 16 pallateve. Prokuroria e posaçme ka përmbledhur në 33 fashiku hetimor të gjithë procesin hetimor, duke shpjeguar se është arritur deri në miratimin e këtyre akteve, të cilat kanë ndikuar drejt për së drejti në zhvillimin e çështjes. Seanca e ardhshme do të zhvillohet në 23 prill, ku do të dëgjohen edhe avokati i shoqërisë Home Plan.